Bile të më pagu ma shumë. Do të më qenë të sakta. Fix, edhe po japë ma shumë material shkaku i ChatGPT-s, edhe pse i bojmë ato intrigat tona të vogla. Unë edhe pse jam student, unë e përdori si shumë, edhe në ka rastis me një shumë kompani që edhe punëtorëve i thonë që përdojnë se për që të punë është. Shkak të korekcis. Fix, për këto përdojnë sa do që mundeni, po... Me kontrol dhe me diçka me pyta. Një minut për ty? Në këtë aspekt, menoj që ka rëndësi shumë edhe vlera që e sjell një person në vend punës. Nështë ta që e kam indiku pak edhe a kam ju rrit vlera apo jo. Po pëse që po kuptona, apo? Dikush që është i aftë me përdor inteligencën artificiale, në kush që kam indiku që me u pagu ma pak. Po të njëjtën ku kam ju rrit pagesa, se nështë ta kam e mbrim me i kry 2-3 punë për personat që ma herët nuk e kam përdor inteligencën artificiale. Okej, ka dikush ndonjë replikë? Po, unë kam diçka me thënë në këtë pikë. AI është duke zvendësu punët e thjeshta. Të themi, raportet e bankave që më përpara i ka hedhur mekanikisht një person, tani e bën inteligjencë artificiale. Nëse njeriu e bën të në 3 ditë, inteligjencë artificiale ta bën për 3 minuta. Dhe çfarë do ndodhi me kalimin e kohës? Duke i zvendësuar këto punët e thjeshta, njerëzit të cilët nuk janë të themi shumë të shkolluar ose bëjnë punë pak më të thjeshta, ata kanë memet pa punë. Kurse, ata të tjerët të cilët janë më kreativ, janë më të zhvilluar, ata kanë më pagu më shumë. Kjo është një gjë e mirë në një farë aspekti, po është një gjë e keqe sepse ka arrit një farë gepi në shoqëri. Pra, njerëzit kanë më largu në kuptimin e pagesave. Ata që paguajnë pak kanë më pagu akoma dhe më pak, ata që paguajshin shumë kanë më pagu akoma dhe më shumë. Po edhe ata që paguajnë pak, për shembull të zëmë disa punë që janë për njerëz të caktuar, përgatiten robot për shembull për pastruse, për dado, për gjana të tilla që janë të frikshme. Nuk janë të frikshme, po të na lypin pa kohë edhe kushtet. Prapë se prapë unë mendoj që ka në ardhur kjo kohë edhe për unë po mendoj që është pak keq nga ona jonë që me përdor tepër shumë. Se është mirë që nëse na nisën e krijojnë ose këtë inteligjencën artificiale ka krijuar njëri, edhe për shembull tash me marr krejt që të vëmendje kaq të madhe, edhe tash me mujt edhe që ato krijuesin e vet, dyqysh për mua është pak e tepërt. Unë po mendoj që çdo sen duhet me pas një limit, se për